Mirëmbrëma, shikues të nderuar, jemi në emisionin më të ri, emisioni ky Ngoj më goj. Atëre me ditë për më të reja të në këtë vend, çka po bëhen, domethënë, flasmi për mjeglën, do të thotë, flasmi për 3 gazat. Për gazin lehtësirës, për gazin e botës që na bënë në horë dhe për gazin e Maliqit, që ka mund të dhon provimin matematik zotë Evropë, që më të harxhu pare. Atëre për krejt të treja do të flasmi sonte në emisionin Ngoj më goj me Hashimin. Në noma mi se ka ardhur dhe mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë, një gjatë të kite për zotin Hashimi, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se erdha, mirë se ju gjeta në emisionin Ngoj më goj me ty. Unë e çmoj lart gojen e juaj, sepse do të kemi një gojë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një gojë të Brukselit, një gojë të Bashkimit Evropian, një gojë që nuk i vjen era konve. Mirë, zëtri, tash na me thonë zëtri kemi ministër. Hajse po një lëpë mirë, po një inshallah fjala jote në veshtisës. Amin, inshallah. Regla e emisionit është që kur ta bëjnë e pyetjen ti mua më qenë goj. Po tash në cilën goja, në këtë goja, në gojën tonë. Që gojën që të. Në gojë tonë. Dash goj, tamë dash goj, këtë s'është problem. Po, e mora pyetjen për të përgjigjen. Do të mundona. Do të mundona pas. Që sa do pak të shikoja në gojë. Edhe nëse nuk shikoj në gojë, mos ma shqip për të modhe. Jema me shtanin. Por, të ishte goja e Rejhanës në vend tonin e kisha këqyr. Edhe në gojë, edhe për funi gojë, edhe hece dije ku isha nalune. Luja, Hashim, luja. Luja, pra. Hashim, a o lodh popli? Nuk e dia o lodh, nëse o lodh popli letullet e të pushon se shpirta ky, njëherë del, njëherë bavaki. Ma, a keni lodh, ti me shokët e tu, a keni lodh këtë popull? Une këtu duhet po të nësoj qartë. Për të thënë këtë qartë gjithë. Për këtë arsye, unë në Kosovë nuk kam krijuar vend e pune, sepse nuk kam dashur në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon që populli të lodhet me punë. Ata që po dalin e protesta, ata jenë lodhë, sepse të ne çdo ditë në kom, besa me ne në kom nuk ka mirë edhe për vena, jenë dalë shpesh kohës fundit e për protesta, dhe normal që jenë lodhë. E përshëndesim Hashimin, që nuk krijon vend e pune për arsye se mos me lodh poplin. Faleminderit shumë. Edhe pse punë s'ka, a pet popli po lodhet, ka po lodhet 20 ditë. Pse vëllavi janë po lodhesh ti kush ki punë? Që ja po mos u lavd, ja po ç'është. Mirë, sa hektar Kosova i ka humbur demokracion me malin e zi? E ki fjalën për demokracionin. Po demokracionin çaj është? Unë këtu duhet po të nëcoj qartë të gjithë qytetarëve të Republikës e Kosovës, pa dallim iPhone-i apo Samsungu. Ju premtoj, ju garantoj dhe ju siguroj full kasko se territori i Republikës e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të humbë. Asnjë cent, asnjë plomb, asnjë hektar, asnjë ari tokë. Në përjashtim 5 ari që Rushdia ja ka shit një malazezi për me marrë në shtëpi, aja po se tjera në asnjë mënyrë do të ketë zero tolerancë ndaj hektareve. Jo zero tolerancë po, vallahi. Mirë, zoti, faleminderit që. Se debati veç po vjen duke unë a devan më shumë thuj zero tolerancë në këtë çështë. Mos më shitash. Kjo vendimi im, vendimi qeverisë së Republikës së Kosovës. Çfarë vendimi? Unë vendimi bardh. Unë atë vendin gjë plom për plom. Plom me lug për lugën gjë. Normal se ti gjithmonë je kanë llugave, kish ti kujt normal. Po ti shakon veç unë për të hiç valloj spelele. Lugë ke baktuhen. Po kallzëm unë e di vend për vend, plom për plom aty, çati më shkuar gjithë me dhi. Pse atë roke barkja? Pa ja brem shku kështu me dhi, me dhi me kullë. Aja nuk ka dhi, aja del me. Dhia është kjo. E kena pyetje edhe nga publiku, kemi një student. Po jemi hapur, jemi transparent, unë kur e qieli emisionin prej orës 8 deri në orën 22 të mbrëmjes, jemi të hapur. Mirëmbrëma, kush jeni? Mirëmbrëma, e përshëndes presidentin e kryeministrin, kryeparlament. Bravo të kohë, çashtu duhet të jetu një ellë mirë. Jo, se vallai na ka pëlqyer nuk e dim çfarë ka ai kryeministri Azave. M'fali, mirëmbrëma, kush jeni? Mirëmbrëma, unë jam një student i fakultetit juridik. A ke kry drejtë Ramakën fal? Urna? Drejtë Ramakë e keni jap? Ja, kom dhovi drejtën i lire. Kush po tap? Ilir Shaqiri. Kërobja po tam najsa? Po një shpull ma ka odje. Urna, keni pyetje për? Po, kam një pyetje për zotri Zavendës, kryeministrin Hashim Thaqin. Çka po ndodh do thotë Zajednica është e rrezikshme për Kosovën apo s'është? Ne përdor me kamemin në këtë. E mora pyetjen për të informuar për të përgjigjen, okay? Faleminderit. Për Zajednicën ishte fjala. Po. Unë personalisht kam besuar, kam shpresuar dhe jam koni bindur se kësaj radhe topin e ardh do ta fiton Isa. Për Zajednicën vetë. Jo lutëm, topin e ardh do ta fitoja Isa Mustafa.
sepse është adhurues I flaktit. Zajednicën. Ju lutem, e kuptova pyetjen. Sepse është adhurues I flaktit topa. Por mos harrojmë se dikush ja grabit topat. Zajednicën ka. Ju luta, e mora pyetjen për të informatën. Vjen tjetër kush Mesi ja merr topat, pej dore. Edhe kështu që kjo është një hap drejt pavarësisht Republikës së Kosovës. Ju lutna, e kreva përgjigjen, ju luta, mos më diskutoni. Fal ndaj pyetje tjetër? Po, pyetja ke njëjtë, më fal, çka mendoni për Linda Halimin? Po, ku jemi te Zajednica? Ja, po bashkë për Zajednicën dishte më thonë. Linda Halimi Oj, ku. ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm. Pra, e ritheksoj qartë. Linda Halimi. Zajednica. Ku jemi te Linda Halimi? Po Zajednicën për... Ju lutem, ku jemi te Linda Halimi? Familje me Zajednica? Kur jemi te Linda e Halimve, lirisht mund themi se ka luajtur një rol të shkëlqyeshëm. Aja, ja ka zbarë fytyrën të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, por dhe... Jo, Linda. Aha, por Linda Halimi ja ka zbarë fytyrën edhe burrit vet. O, Zajednica për drejt! Faleminderit, emisioni juaj është shumë I qelluar, I shkëlqyeshëm, faleminderit për ftesë. Ju përgëzoj, në gjitha aspektet ju përcjelli. Zëtitoti, Zajednica! Kur jemi te Kosova është shtet I pavarur, demokratik, sovran dhe integruar me fush Kosovën, vushtrin, me lupqin, qofti poshtem, qofti epërme, por është I koordinuar. Zëtitoshi, jena duke folë për Zajednicën. A keni pyetje tjetër? Po, Zajednicat e tokat shqiptare, po më nej komunat shqiptare. A ka një mora s'ka puna? Ju e dini se Kosova, vushtria, lupqi e përsërita, qofti poshtëm, qofti epër, të gjitha tokat I ka pjellore. Mujnë e shtatën, ndoket para vakti. O, Zajednica! Linda Halimi. Linda Halimi e ka mbështetjen e qeverisë së Republikës së Kosovës edhe të burrit vet. Po pedi Lindin, po. Ju luta veç pak. Ktheje përgjigjen, ju luta jena të vet për Zajednicën. Emisioni juaj është te atraktiv. I shkëlqyeshëm, I koordinuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Brukselin, me NATO, me gjithë subjektet e Republikës së Kosovës. Zajednica s'ka po bot. Ku jemi te Linda Halimi? Po, Linda e çmoi lart kontributin e saj, çështje parsorë. Por Linda Halimi. O ti, nashta keni mujtë nëjse shikus të nderuar me marrë vesh përveç Lindës edhe do të pa që I përmeni, tjetër sa na pyetën për Zajednicën, një shini edhe vetë që ata I binë rrotët, nuk ta dhojnë përgjigjen. Atëherë, natën e mirë ngojmë me Sofien, do të shihemi ngojmë me dikën tjetër, inshallah na qëllon ai gojë më mirë. Faleminderit, natën e mirë.